Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të mbrëmjes në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Pas disa orësh në Davos, Trump njoftoi se arritën marrëveshje kornizë për Groenlandën dhe për këtë arsye ka pezulluar tarifat për Evropën. Kryeministri Rama atakon në Vlorë vajzën e presidentit të Shteteve të Bashkuara, interes për investime në Sazan e Zvërnec. Qeveria miraton aderimin e Shqipërisë në bordin e paqes në Gaza. Trump fton edhe Kosovën, presidenti Vjosa Osmani jam e nderuar. Mediat italiane, Meloni i thot jo bordit të paqes, kushtetuta e ndalon të firmos. Sot 15 vjetori i vrasjes së 4 protestuesve në bulevard, kryeministri Rama, nevoja për drejtësi nuk shuhet kurrë. Pak merë në pyetje nipin e ish-drejtorit të burgjeve Agim Ismaili. Dritan Palnika, ish-sekretari i përgjithshëm në 2 ministri, merrte në dorë materialet e hakeruara nga prokuroria e posaçme. Rjeti investigativ Birn shkruan inspektoriatet shtetërore lehtësojnë dëshkimet për qytetarët gjatë fushatës për të favorizuar qeverinë. Njihemi tani mëngjesisht me zhvillimet e ndodhura ditën e sotme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tërhoqi kërcënimet e tij për tarifa ndaj disa vendeve të Bashkimit Evropian për qëndrimin e tyre ndaj Groenlandës, duke thënë se kishte arritur skicat e një marrëveshje me NATO-n mbi të ardhmen e ishullit. Bazuar në këtë mirëkuptim, unë nuk do të vendos tarifat që ishin planifikuar të hynin në fuqi më një shkurt, shkroi Trump në Truth Social pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Davos. Në reagim, Trump e konsideroi takimin si shumë produktiv, duke theksuar se tani më është formuluar korniza e një marrëveshje të ardhshme për ishullin arktik dhe për të gjithë rajonin e akullt. Kjo zgjidhje, nëse arrihet, do të jetë një zgjidhje shkëlqyer për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha vendet e NATO-s, shkruan Trump. Presidenti Amerikan tha se po zhvillohen diskutime shtesë në lidhje me kupolën e artë në Groenland. Informacionet të mëtejshme do të vihen në dispozicion, ndërsa përparojnë diskutimet. Zëvendos presidenti J.D. Vance, sekretari i shtetit Marco Rubio, i dërguari special Steve Witkoff dhe të tjerë sipas nevojës do të jenë përgjegjës për negociatat. Ata do të raportojnë drejt për drejt tek unë, shkruan Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump gjatë fjalimit të tij në forumin ekonomik të Davosit siguroi se nuk do të përdor forcë për të marrë Groenlandën. Kreu i Shtëpisë së Bardhë shpreh se Europa po shkon në drejtimin e gabuar dhe shumë vendet e Europës nuk po njihen më. Në një fjalim që zgjati për 1 orë e 12 minuta në forumin ekonomik botëror të Davosit, presidenti i SBA-s Donald Trump u shpreh se nuk do të përdor forcën për të marrë Groenlandën, megjithse më herët ai nuk e ka përjashtuar një opsion të tillë. Trump tha se Amerika është e vetmja që mund ta mbrojë Groenlandën dhe se do të vazhdojnë negociatat për blerjen e saj. I have tremendous respect for both the people of Greenland and Kam respektin më të madh për Danimarkën dhe Groenlandën. Ndoshta nuk do të arrijm asgjë nëse nuk vendos të përdor forcë dhe pushtet të tepërt, por nëse do ta bënim, do të ishim sinqerisht të pandalshëm, por nuk do ta bëj këtë. Kjo është ndoshta deklarata më e rëndësishme, sepse njerëzit menduan se do të përdorja forcë. Nuk kam pse përdor forcë, nuk dua të përdor forcë, nuk do të përdor forcë. E gjitha çfarë kërkojnë Shtetet e Bashkuara është një vend i quajtur Groenland. E dua Europën, por ajo nuk po shkon në drejtimin e duhur. Ky është mesazhi që presidenti amerikan dha përmes fjalimit të shumëpritur që vjen mes mosmarrveshjeve e përplasjeve më të rënda me aleatët europian. Economy is booming, growth is exploding, productivity is surging, investment is soaring. SBA-ja është motori ekonomik i planetit dhe kur Amerika lulëzon, e gjithë bota lulëzon. Kështu ka qenë historia. Kur shkon keq për të gjithë. And perhaps how you too and the places where you come from
can do much better by following what we're doing because Ndoshta dhe ju, si dhe vendet nga të cilat vini, mund të bëni shumë më mirë duke ndjekur ato që po bëjmë ne, sepse disa vende në Europë, sinqerisht, nuk po njihen më. Ne mund të debatojmë për këtë, por nuk ka debat. Miqtë e mi që kthehen nga vende të ndryshme, dhe unë nuk dua të fyej askënd këtu, më thonë se ato vende nuk njihen më, dhe kjo nuk është në kuptimin pozitiv, është në kuptim shumë negativ. Dhe unë e dua Evropën dhe dua ta shoh Evropën të ecë mirë, por nuk po shkon në drejtimin e duhur. Presidenti Amerikan Donald Trump ka ripërsëritur qëndrimin e tij kritik ndaj NATO-s dhe Evropës, duke thënë se Shtetet e Bashkuara japin shumë dhe marrin pak në këmbim. Ai theksoi rolin e madh të SBA-ve në aleancë duke deklaruar se nuk do ta kishit NATO-n nëse nuk do të përfshihesha. the consensus was that so-called Shtetet e Bashkuara trajtohen në mënyrë shumë të padrejtë nga NATO dhe askush nuk mund ta kundërshtojë këtë. Ne japim kaq shumë dhe marrim kaq pak në këmbim. Dhe unë kam qenë kritik i NATO-s për shumë vite, megjithatë kam bërë më shumë për ta ndihmuar NATO-n se sa çdo president tjetër, me një diferencë shumë të madhe, më shumë se çdo person tjetër. Ju nuk do të kishit NATO-n nëse unë nuk do t'isha përfshirë gjatë mandatit tim të parë. Presidenti Amerikan tha se fundi i konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës është shumë afër. Janë në një pikë ku mund të bëjnë një marrëveshje. Nëse nuk e bëjnë janë budallënj dhe kjo vlen për të dyja palët. U shpreh Trump, duke shtuar se beson që ata nuk janë të tillë, por se refuzimi i marrëveshjeve do të ishte një gabim i rënd. Vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, ndodhet në qytetin e Vlorës, ku zhvilloi disa takime lidhur me projektin e ishullit të Sazanit dhe zonën e Zvërnecit. Në mbrëmje, Ivanka Trump dhe një grup arkitektësh ndërkombëtar darkuan me kryeministrin Edi Rama në një kompleks në Vlorë. Mësohet se në fokus të takimeve ishin investimet e mundshme strategjike në qytetin bregdetar të jugut. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministri Edi Rama u takuan në Vlorë për afro një orë në një kompleks të qytetit së bashku me grupin e punës, mbi 50 arkitekt nga gjithë bota. Pas darkës, si shikohet edhe në pamje, ata qëndruan për disa momente jashtë ambienteve ku u zhvillua takimi duke shkëmbyer një bisedë të shkurtër, ndërsa gjithçka është shoqëruar nga masa të rrepta sigurie. Më pas, Ivanka Trump u largua me automjet së bashku me kryeministrin Edi Rama në drejtim të Orikumit. Vajza e presidentit amerikan Donald Trump mbërriti mëngjesin e kësaj të mërkure në Vlorë. Ajo u pa duke lëvizur në zonën e ujit të ftohtë në fshatin Akërni, ku edhe pati takime për të diskutuar mbi mundësinë e investimit jo vetëm në ishullin strategjik të Sazanit. Burime bojnë me dije se fokusi i ndalesës ka qenë vlerësimi nga afër i vijës bregdetare, hapësirave përreth dhe infrastrukturës ekzistuese, me synimin për të analizuar potencialin zhvillimor të territorit. Dhëndri i presidentit amerikan ka marrë statusin e investitorit strategjik vitin e kaluar, pas prezantimit të projektit të tij turistik në ishullin e Sazanit, me një sipërfaqe prej 562 hektarësh, i cili është përdorur vetëm si bazë ushtarake. Vlera e investimit parashikohet të jetë 1.4 miliard euro. Projekti parashikon marinë turistike, struktura akomoduese elitare, rezidenca me standard të lartë, zona gastronomike dhe zona çlodhëse me shërbim në funksion të tyre. Kjo është hera e tretë që vajza e presidentit Trump viziton Shqipërinë. Kuvendi i Shqipërisë mblidhet gjatë e enjtes për të ratifikuar nismën për marrëveshjen e pranimit të Shqipërisë në kartën e Bordit të Paqes e iniciuar nga presidenti Donald Trump me firmën e 30 deputetëve të Partisë Socialiste. Kreu i kuvendit Niko Peleshi ka lajmëruar mbledhjen e seancës më datë 22 janar në orën 10. Opozita pretendon se është shkelur rregulloria e kuvendit, pasi deputetët duhet të lajmërohen 48 orë para zhvillimit të seancës plenare. Qeveria shqiptare miratoi këtë të mërkur vendimin për aderimin e vendit në Bordin e Paqes, vendim që i hap Shqipërisë rrugën drejt pjesëmarrjes formale në këtë strukturë ndërkombëtare pas ftesës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ky vendim vjen pak ditë pasi kryeministri Rama mori ftesë zyrtare nga presidenti Trump, i cili i dha Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë e Bordit të Paqes për Gazën, duke futur vendin ton në një rol aktiv në përpjekjet ndërkombëtare për paqe dhe stabilitet. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump ka ftuar presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në Bordin e Paqes në cilësinë e antares themeluese.
Në letrën që i dërgoi Osmanit, thuhet se është nder i madh që Kosova t'i bashkohet përpjekjes historike dhe madhështore për të konsoliduar paqen në lindjen e mesme. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se ka pranuar ftesë personale nga udhëheqësi amerikan Donald Trump që të përfaqësoj vendin në bordin e paqes si antare themeluese. Ky bord pritet të mbikëqyrë udhëheqjen e rripit të Gazës pasi Shtetet e Bashkuara ndërmjetësuan një marrëveshje armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Washingtoni dhe BE. Lidershipi i guximshëm nuk flet thjesht për paqe, ai e ndërton atë. Pikërisht këtë po e bën presidenti Trump nëpërmjet kësaj iniciative historike, shkroi Osmani në Facebook, teksa publikoi ftesën e dërguar nga presidenti amerikan Trump. Presidentja e Kosovës tha se SBA-ja solli paqen në Kosovë dhe Kosova sot është aleate e palëkundër e saj për ta çuar paqen më tej. Historia i mban mend ata që bëjnë hapa të guximshëm në ndërtimin e paqes dhe ne jemi gati, shkroi ajo. Në letrën e Trump dërguar presidentës së Kosovës theksohet se e fton zyrtarisht Republikën e Kosovës të bashkohet si shtet antar themelues dhe të bëhet palë në kartën e bordit të paqes të përfaqësuar nga ajo. Ky bord do të jetë unik në llojin e tij, nuk ka pasur kurrë diçka të tillë më parë. Çdo shtet antar mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar për të marrë pjesë dhe kontribuar në mbledhjet në emër të tij, shkruan Trump ndër të tjera. Mediat italiane raportojnë se Italia do të refuzojë pjesëmarrje në bordin e paqes së presidentit Trump pas shqetësimeve se kjo iniciativë shkel kushtetutën e vendit. Mëngjesin e kësaj të mërkure dhe kryeministri suedez refuzoi pjesëmarrjen në këtë bord. Italia do të refuzojë pjesëmarrjen në iniciativën bordi i paqes të presidentit të SBA-s Donald Trump, raportoi të mërkurën e përditshmja Corriere della Sera, duke përmendur shqetësimin se bashkimi me një grup të tillë të udhëhequr nga udhëheqësi i një vendi të vetëm do të shkelte kushtetutën e Italisë. Sipas kushtetutës së Italisë, Italia mund të bashkohet organizatave ndërkombëtare që sigurojnë paqe dhe drejtësi midis kombeve, vetëm në kushte të barabarta me shtetet e tjera, një kusht i papajtueshëm me supremacinë e SBA-s në bordin e ri, tha Corriere. Plani i Trump deri më tani ka tërhequr reagime të kujdesshme nga aleatët perëndimor, pasi diplomatët thonë se mund të minoj punën e kombeve të bashkuara. Një burim i tha Reuters se kryeministrja italiane Giorgia Meloni, një udhëheqëse e krahut të djathtë që ka pasur marrëdhënie të ngrohta me Trump, nuk ka gjasa të shkojë në Davos. Qeveria italiane nuk ju përgjigj menjëherë një kërkesë për koment. Bordi i propozuar do të kryesohet përjet nga Trump dhe do të fillojë duke trajtuar konfliktin në Gaza përpara se të zgjerohet në luftra të tjera. Vendet anëtare do të duhet të paguajnë një tarifë prej $1 miliard secila për të fituar antarësim të përhershëm. Mëngjesin e kësaj të mërkure edhe kryeministri suedez Ulf Kristersson refuzoi pjesëmarrjen në këtë bord me tekstin aktual duke përmendur shqetësimin për drejtimin politik të bordit dhe mungesën e paanshmërisë. Si Norvegjia ashtu edhe Franca kanë thënë gjithashtu se nuk do të bashkohen bordit në formatin e tij aktual, ndërsa Mbretëria e Bashkuar ka shprehur shqetësim për përbërjen e tij. Biznesmeni Fatmir Hysembelliu po merr pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos, ku ka zhvilluar takime me lider politik dhe përfaqësues të biznesit nga e gjithë bota. Një ditë më parë, Hysembelliu takoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, të cilin e uroi përfitore në zgjedhje dhe së bashku diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit ekonomik nëpërmjet shtrirjes së veprimtarisë së grupit Hysembelliu edhe në Kosovë. Sot, Fatmir Hysembelliu zhvilloi një takim me ish-kryeministrin e Kanadas, Justin Trudeau, ku shkëmbyen mendime mbi sfidat e bashkëpunimit mes aktorëve privat dhe institucioneve në kontekst global. Gjatë qëndrimit në Davos, Hysembelliu ka theksuar interesin për dialog me aktor kyç politik dhe ekonomik dhe rëndësinë e ndërtimit të kontakteve strategjike ndërkombëtare, duke vënë në parë rolin e tij aktiv në zhvillime globale dhe mundësitë për zgjerim të projekteve dhe bashkëpunimeve në rajon. Në rastin e një vjetorit të presidencës Donald Trump, ambasada amerikane në Tiranë ka cituar një deklaratë të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio, duke theksuar se presidenti ka rikthyer sovranitetin amerikan. Falu udhëheqjes së tij vendimtare, aleatët tanë na respektojnë, kundërshtarët tanë na friksohen dhe populli amerikan vihet në radhë të parë.
Premtime të bëra, premtime të mbajtura, citohet sekretari i shtetit Marco Rubio. Donald Trump u betua më 20 janar të vitit 2025 dhe rinisi detyrën si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka mbërritur në Këshillin e Lartë Gjyqësor shkresa e prokurorisë së përgjithshme për gjyqtaren Irena Gjoka. Prokuroria e përgjithshme përfundoi hetimin e thelluar 2 vjeçar për figurën e Gjokës dhe ja përcolli materialin hetimor KLG-s. Prokuroria e përgjithshme arri në përfundimin se vendimi i gjykatës greke për gjyqtaren Gjoka është autentik. Tani më materialet e prokurorisë për Gjokën i kalojnë Komisionit për zhvillimin e karrierës. Prokuroria e përgjithshme ka faktuar se gjyqtarja Irena Gjoka ka fshehur dënimin në Greqi në formularin e saj të vetdeklarimit, po në njoftimin e saj prokuroria sqaron se vendimarrja për shkarkimin e Gjokës nga detyra apo jo i takon KLG-s. Prokuroria e përgjithshme i ka kaluar KLG-s vendimin autentik të dënimit të Gjokës bashkë me vendimin e autoriteteve greke për arkivimin e dënimit për shkak të mos ekzekutimit. Në 15 vjetorin e vrasjes së 4 protestuesve përpara kryeministrisë, kryeministri Rama ka ripërsëritur se duhet bërë drejtësi për 21 janarin. Në një takim me familjar dhe të afërm të viktimave, Rama tha se nevoja për drejtësi s'do të shuhet asnjëherë. Sipas Ramës, pavarësisht vonesës në hetimin e plot të kësaj çështje, janë krijuar kushtet për fundin e palishmërisë përmes organeve të drejtësisë dhe jo përmes partisë dhe qeverisë. Familjar të Faik Myrtajt, Hekuran Dedës, Alex Nikës dhe Ziver Veizit, së bashku me kryeministrin Edi Rama e funksionar të lartë të qeverisë, zhvilluan homazhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit në 15 vjetorin e protestës së 21 janarit, ku 4 protestues u vranë në bulevard. Kryesocialisti Edi Rama u tregua jashtë përmes PAK, ku tha se prokuroria e posaçme do quhet drejtësi e vjetër sa kohë nuk po zbardh ngjarjen e rënë të 15 viteve më parë. Deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Por drejtësinë për vetë 20 janarin, asnjë vjetërsirë e vjetër apo e re nuk do të mund ta mohoj dot. 20 janari si çështje e hapur është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Rama tha përpara familjarëve të 4 viktimave se kërkesa e tyre për drejtësi është legjitime dhe se socialistët nuk do të ndalen derisa drejtësia të vihet në vend. Edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet dhe pushtetit politik në Shqipëri, të cilat SPAK-u merret drejt për drejt. Ndërkohë që kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime, apo ka konsumuar kohë dhe energji me vite duke mbajtur peng punë me interes shtetëror dhe punonjës shtetit, me çështje të cilat janë aq të sforcuara sa mund të shkruen romane satirike, jo vendime gjyqësore të formës prerë. Sa i takon akuzave ndaj Ramës se nuk ka bërë drejtësi për 21 janarin, ai u përgjigj. Dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 21 janarin, të shikoj tek stacioni i trenit, jo tek kjo godin. Sepse nga kjo godin ka dalë bërthama e reformës në drejtësi dhe në godinën përballë është çelur ajo bërtham dhe në godinën e parlamentit është bekuar ajo farë e drejtësisë së pavarur nga pushteti politik. Xhaxhaja Alex Nikës, Mark Nika, tha se betejë e tyre nuk është politike, po për të vendosur drejtësi në vend. Shoqëria shqiptare pret që drejtësia të funksionojë realisht. Ne nuk kërkojmë hakmarrje, por drejtësi. Nuk kërkojmë përjashtime, por barazi para ligjit. Kujtesa nuk duhet zbëhet dhe përgjegjësia nuk mund të harrohet. Ne qëndrojmë gjithmonë besim tek SPAK-u dhe gjykata e Strasburgut për drejtësi. 15 vite më parë, opozita e kohës e drejtuar nga Edi Rama thiri një protest përpara kryeministrisë pas publikimit të video përgjimit Meta Prifti, ku 2 funksionarët e qeverisë Berisha dyshoi se flisnin për pazare.
Në 21 janar 2011, në protestën e Partisë Socialiste, kërkohej dorëheqja e qeverisë Berisha. Protesta nisi me përplasje të protestuesve me policinë e shtetit, djegje të disa makinave dhe një tentativë për të hyrë në kryeministri me një automjet. Në fund të protestës, teksa përplasjet vazhdonin, Garda e Republikës qelloi mbi protestuesit, duke vrarë 4 prej tyre. Sali Berisha edhe pas 15 vitesh vijon të akuzojë Edi Ramën si personin përgjegjës për vrasjen e 4 protestuesve në bulevard. Sipas tij, protesta ishte me dhunshmja e zhvilluar ndonjëherë. Lideri i Partisë Demokratike tha se ftesa që i ka ardhur Shqipërisë nga Donald Trump nuk ka asnjë veçanti pasi u ka shkuar gati 100 vendeve të tjera dhe ajo është për vendin jo nominale për Edi Ramën. Kreu i Partisë Demokratike edhe pas 15 vitesh nga ngjarja e rëndë e 21 janarit 2011 thot se përgjegjës për ngjarjen e rëndë është Edi Rama, i cili nxiti dhe manipuloi videopërgjimin me ta prifti. Sipas tij, protesta ishte më e dhunshmja dhe reagimi i Gardës ishte respektimi i ligjit. Kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më e dhunshme në historinë e vendit, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës, pranos zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. Garda qelloi në kushtet të ligjit. Garda ka zbatur ligjin. Sigurisht është ngjarje fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Sali Berisha komentoi ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për Shqipërinë në Bordin e Paqes. Bordi i Paqes, siç me sa di unë, ja është shpërnda ftesa për shumë vende. Presidenti Trump aty ka ftuar vende. Në Shqipëri, shefi i ekzekutivit nuk është presidenti, është ceremonial presidenti. Ceremonial. Kështu që ftesa në këtë rast, sepse ka probleme ekzekutive, i takon kryetarit të qeverisë. Duke komentuar aktualitetin politik, Berisha lëshoi një sër akuzash ndaj të gjitha institucioneve të drejtësisë, që sipas tij kanë mbrojtur gjyqtarin e GKK-s, Irena Gjoka, nga publikimi i dënimeve që ajo ka pasur në shtetin grek. Irena Gjoka ka vendim penal në Greqi, si falsifikatore, si dhe 2 dëbime nga shteti fqinj dhe zona Schengen. Ajo është një falsifikatore certifikuar, me vendim gjyqësor, vepër për të cilën është dënuar me burg si falsifikatore, më pas të konvertuar në gjobë. Ky vendim penal ka marrë formë të prerë. Ajo nuk ka raportuar dënimet e veta pranë KLG-s, siç kërkohej në ligjin 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Lideri i Demokratëve thot se Edi Rama është pengi Belinda Ballukut dhe për këtë arsye ai ka bllokuar heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Fati i Edi Ramës në galloshët e Lubi Ballukut. Fati i Edi Ramës përcaktohet tërësisht nga Lubi Balluku dhe kjo ka krijuar një situatë të paimagjinueshme, një presion të gjithanshëm banditesk publik-privat ndaj gjykatës kushtetuese. Edi Rama kërkon me çdo kusht të mbrojë Lubin, mbasi ajo çdo ditë i betohet që në krah do të kem ty në qoftë se më lëshon. Akti fundit i saj kërkon largimin e menjëhershëm të Spiropalit nga detyra e ministrës jashtme, sepse sipas saj ajo po handarra pas shpine. SPAK ka marrë në pyetje Dritan Palnikën në kuadër të hetimeve për sulmin kibernetik ndaj këtij institucioni një vit më parë. Palnika, ish sekretari i përgjithshëm në 2 ministri, është djali i motrës së Agim Ismailit, ish drejtori i burgjeve i pandehur në këtë çështje. Dyshohet se Agim Ismaili materialet e siguruara nga hakerimi i SPAK ja kalonte nipit të tij Dritan Palnika. Prokuroria e posaçme fillon hetimet lidhur me dosjen për hakerimin. Konfirmohet se është marrë në pyetje Dritan Palnika, i afërmit të pandehurit Agim Ismaili. Dritan Palnika ka mbajtur më herët detyrën e ish sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme dhe në Ministrinë e Bujqësisë dhe është një nga personat e pyetur nga SPAK në kuadër të hetimeve për sulmin kibernetik ndaj këtij institucioni. Burimet konfirmojnë se Palnika është nipi i Agim Ismailit.
ish drejtori përgjithshëm i burgjeve, i cili akuzohet si antar i grupit kriminal që dyshohet se qëndron pas hakerimit të SPAK dhe nxjerrjes së materialeve hetimore të lidhura me figura të politikës dhe biznesit. SPAK dyshon se Ismaili materialet e siguruara nga hakerimi ja ka kaluar nipit të tij Dritan Palnika. Për Agim Ismaili, gjykata e posaçme ka nisur tashmë procesin gjyqësor. Ai akuzohet për përfshirje në veprimtari kriminale të strukturuar, ndërhyrje të palishme në sisteme kompjuterike dhe sigurim e shpërndarje të dhënave hetimore, akuza që SPAK i konsideron pjesë të drejtësisë. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rolin e personave të përfshirë në këtë çështje, si dhe çdo lidhje të mundshme që mund të ketë ndikuar në realizimin dhe pasojat e këtij sulmi të rënd ndaj sistemit të drejtësisë. Në takimin e mbajtur me demokratët e njësisë 2 në kryeqytet, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se përballë opozitës sot shtrohen 2 rrugë, por Partia Demokratike përballë dhunës ka zgjedhur dhe do të zgjedhë gjithmonë rrugën paqësore. Ai u bëri thirrje demokratëve që t'i bashkohen protestës së 24 janarit pa ndalim deri në rrëzimin e qeverisë. Kemi 2 alternativa. Ose të rembejmë armët dhe t'i përzëm, por ne nuk kemi kjo parti. Jo, ne jemi parti e parimeve demokratike dhe jemi themeluar të tillë dhe kjo ka qenë mrekullia jonë. Ja u them unë, nëse kjo parti ka bërë një mrekulli në ekzistencën e saj është se ajo edhe kur u përdor dhuna kundër saj, ajo nuk përdori kur dhunën. Nuk jemi ne, por ne kemi fituar çdo betejë në rrugën që besojnë, në kryengritje paqësore, në qendresë paqësore. Dhe kësaj here kjo kërkohet nga ne. Kësaj here kërkohet që ne të betuar, të mos lëshojmë sheshin gjerë në realizimin e qëllimit tonë. Qeveria ka miratuar emërime dhe lirime nga detyrat të disa funksionarëve në institucione shtetërore. Bëhet fjalë për emërimin e prefektes së qarkut të Korçës, Florinda Zegullaj, aktualisht punonjëse në Universitetin Fanoli të Korçës, e cila zëvendëson në këtë detyrë Nertil Jolen. Jole u emërua më 13 prill 2022 dhe gjatë ushtrimit të funksionit u dallua për bashkëpunimin institucional, qasjen profesionale dhe angazhimin për zgjidhjen e problematikave në interes të qytetarëve. Kontributi i tij ka ndihmuar në forcimin e dialogut mes institucioneve dhe në përmirësimin e funksionimit të administratës vendore. Nertil Jole përmbyll detyrën e tij me dinjitet, korrektësi dhe përkushtim ndaj shërbimit publik. Në mbledhjen e 21 janarit, qeveria gjithashtu ka liruar nga detyra prefektin e qarkut të Durrësit Emilian Janin, duke emëruar në vend të tij Adrian Gura. Nga detyra është shkarkuar edhe drejtori i Bibliotekës Kombëtare Piro Misha, i cili e mbante këtë detyrë prej 6 vitesh, ndërsa si zëvendës Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë është emëruar Erind Sulo. Sipas rrjetit investigativ Birn, gjatë fushatës së zgjedhjeve të 11 majit, inspektoratet shtetërore i zbutën ndjeshëm dëshkimet ndaj qytetarëve, një praktikë që sipas ekspertëve synon të krijojë një frymë pozitive tek votuesit për qeverinë dhe partinë në pushtet. Gjatë gjithë pranverës, ndërsa kandidatët për deputet bënin fushat duke kërkuar votën e qytetarëve, policia bashkiake u bë gati e padukshme në rrugët e kryeqytetit. Pas zgjedhjeve pa paralajmërim, gjithçka ndryshoi dhe gjobat nisën të grumbulloheshin menjëherë sa u mbyllën kutitë e votimit. Rrjeti Birn ka investiguar në lidhje me zbutjen e sanksioneve nga inspektoriatet shtetërore përpara zgjedhjeve, me qëllim krijimin e një fryme pozitive për votuesit në favor të qeverisë dhe partisë në pushtet. Shifrat e siguruara nga Birn përmes kërkesave për të drejtën e informimit tregojnë se vlera e sanksioneve të vendosura në kryeqytet nga policia bashkiake u përgjysmua në prag të zgjedhjeve. E pyetur mbi rënien e numrit dhe vlerës së sanksioneve me gjop gjatë vitit 2025, Bashkia e Tiranës tha se është ndjekur një qasje më e orientuar drejt parandalimit dhe ndërgjegjësimit qytetar. Edhe policia e Rrugores ka vendosur 10% më pak gjoba ndaj drejtuesve të automjeteve në periudhën e fushatës zgjedhore.
Nëse në periudhën janar-maj 2024 numri i masave administrative është 482.083, në të njëjtën periudhë të 2025-s janë 443.906 masa administrative. Shifrat e grumbulluara nga BIRN pranë IKMT-s tregojnë se ky institucion e ka ulur 5 herë vendosjen e sanksioneve administrative në muajt përpara zgjedhjeve. Në 5 muajt e parë të vitit 2024, IKMT-ja vendosi 330 gjoba, ndërsa në vitin 2025, në të njëjtën periudhë, u vendosën vetëm 60 gjoba. Një zyrtar i lartë i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, në kushtet e anonimatit, i tha BIRN se kjo nuk është një praktikë e re, dhe se është kthyer në një normalitet sa herë që ka zgjedhje. Zyrtari i IKMT-s tha se në kohë fushate nuk duhet të bezdisim njeri. Politikës së zbutjes së kontrolleve dhe ndëshkimeve administrative nuk i ka shpëtuar as sektori i sigurisë ushqimore dhe mbikëqyrja e tregjeve. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në 5 mujorin e parë të 2025-s vendosi 82 gjoba, një ulje kjo krahasuar me 142 gjobat e vendosura në vitin paraardhës, kur nuk kishte fushat zgjedhore. Trendi ulës nuk i shpëton as Inspektoriati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, i cili rezulton ta ketë ulur me 10 herë vlerën totale të gjobave gjatë periudhës zgjedhore. Sipas ekspertëve të kontaktuar nga BIRN, inspektimi është shërbim në funksion të rendit dhe sigurisë publike dhe duhet të jetë i qëndrueshëm çdo muaj, pa rëndësi nëse është periudhë zgjedhore. Sipas tyre, kush e deformon këtë shërbim duhet të përballet me fuqinë e ligjit. Debati në Komisionin e Ligjeve u përqendrua tek projekt ligjet për mediat audiovizive dhe reformën në drejtësi. Deputeti opozitar Tedi Blushi ngriti shqetësime për lirinë e medias duke përmendur rastin e sulmit ndaj News 24 si shembull të cënimit të lirisë së fjalës në vend. Pjesë e diskutimeve ishin edhe 2 prej ligjeve kyç të reformës në drejtësi. Sulmi ndaj News 24 ishte në qendër të debatit në Komisionin e Ligjeve ku u prezantua nisma ligjore e socialistëve për mediat audiovizive. Deputeti i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ngriti shqetësim për lirinë e medias në Shqipëri duke marrë shembull atë që ndodhi në News 24 në gusht të vitit të kaluar, teksa kritikoi mungesën e bashkëpunimit me shoqatat e mediave për këtë ndryshim ligjor. Edhe në kushtet ku liria e medias në vendin tonë është pak pothuajse është cënuar, sepse viti që sapo mbyllim ishte një vit me ngjarje të cilat janë pasqyruar jo vetëm nga organizata ndërkombëtare për mbrojtjen e lirisë medias, por edhe në raportet ndërkombëtare, sidomos Bashkimi Evropian, Reporterët pa kufi, edhe Departamenti i Shtetit, është një vend ku liria e fjalës, liria e medias është cënuar më shumë se kudo tjetër në rajon. Kemi rastin e grupit mediatik Focus Media, News 24, pamje të cilat turpërojnë Shqipërinë dhe pa haruar faktin që sot të flitet për liri medias në një vend ku më shumë se 2/3 e mediave janë të kontrolluara nga qeveria është pak të thuash është ironike. Deputetja socialiste Iris Luarasi tha se shoqata do të jenë të premte në një seancë konsultimi për ligjin e mediave audiovizive. Edhe kryetari i komisionit Ulsi Manja theksoi nevojën që për këtë projekt ligj të dëgjohet zëri i medias dhe shoqërisë civile. Shoqatat janë ftuar të gjitha ditën e premte dhe pjesa e konsultimit do të ndodhi ditën e premte. Bazë të gjitha shqetësimeve që u thanë, në fakt projekt ligji pikërisht këtë synon të adresoj, një nga çështjet që ka qenë në raportet e Bashkimit Evropian, që ka lidhje me transparencën dhe pronësinë e mediave në Shqipëri. E rëndësishme është që përpara se sa të kalojë në komisionin përgjegjës dhe në seancë plenare ju ta dëgjoni dhe zërin e mediave dhe të shoqërisë civile po doni për këtë projekt ligj të rëndësishëm. Tedi Blushi ishte i vetmi deputet që votoi kundër projekt ligjit për mediat e audiovizive. Pjesë e diskutimeve në Komisionin e Ligjeve ishin dhe 2 prej ligjeve kyç të reformës në drejtësi. Për projekt ligjin për statusin e gjyqtarëve, deputeti i Partisë së Lirisë Tedi Blushi, teksa votoi kundër e cilësoi këtë projekt ligj antikushtetues dhe si një vijim i grushtit të shtetit ndaj reformës në drejtësi. Ky projekt ligj nuk është asgjë tjetër veçse vijim i grushtit të shtetit ndaj drejtësisë dhe ndaj reformës në drejtësi, ndaj edhe në emër të Partisë së Lirisë dhe grupit të saj parlamentar, dua të mbështes qëndrimin shumë të drejtë, parimor dhe plotësisë kushtetues të shoqatës kombëtare të gjyqtarëve
e cila është pozicionuar kundër këtij projektligji mafios. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja tha se shqetësimet e shoqatës së gjyqtarëve janë të pasqyruara në projektligj. Janë ndryshime të dakorcuara gërm për gërm, pik për pik dhe presje për presje me Komisionin Evropian. Zoti Blushi, po ta kishit lexuar nenin 13 të projektligjit, aty ka gjetur zgjidhje dhe shqetësimi që kishte shoqata e gjyqtarëve, po ti ngatron shoqatat me sa duket se janë dy. Është unioni i gjyqtarëve dhe shoqata e gjyqtarëve. Ne kemi bërë një zgjidhje që jep frymarrje sistemit gjyqësor. Shqipërisë parashikon të hapë një kanal televiziv të vetin që do të bashkëpunojë edhe me RTS-n. Dhoma mediatike do t'i kushtoj buxhetit të shtetit 500.000 euro gjatë vitit 2026. Në sfondin e polemikave që shkaktoi deklarata e kryeministrit Edi Rama mbi vijimsinë e radio-televizionit shqiptar, Kuvendi i Shqipërisë ka prezantuar projektin për krijimin e një televizioni të vetin, i cili do të bashkëpunojë dhe me RTS-n, e cila ka aktualisht një kanal të dedikuar për transmetimet nga Kuvendi i Shqipërisë. Projekti u prezantua gjatë mbledhjes së Byros së Kuvendit. Për krijimin e dhomës mediatike është parashikuar një investim prej 500.000 eurosh me funksion të përhershëm që do të transmetohet në kanalin RTS Kuvend. Kjo qendër e re mediatike do të ngrihet pranë shërbimit të informacionit dhe dokumentacionit në Kuvend dhe sipas dokumentit parashikohet të luajë një rol të trefisht, informues për të përcjellë në mënyrë transparente punën parlamentare për qytetarët, analitik për të shpjeguar proceset ligjvënëse, reformat dhe ndikimet e tyre, edukues për të ndihmuar qytetarët të kuptojnë funksionet dhe rolin e Kuvendit. Paraprakisht, puna është parashikuar të nisë me një staf minimal redaksie për prodhim të përmbajtjeve bazike, transmetime live, kronika, intervista në bashkëpunim të plot me RTS-n për transmetimin dhe arkivim të materialeve. Fondi i parashikuar do të investohet për studio televizive moderne, prodhim të plot video dhe audio për televizionin parlamentar dhe platformë publike televizive e Kuvendit e integruar me shërbimet e inteligjencës artificiale. Gjykata e posaçme shpalli vendimin për 6 akuzuarit si antar të një grupi kriminal që organizoi dhe realizoi vrasjen e ish policit Santiago Malco në gusht të vitit 2019. Trupa gjykuese dënoi me 30 vite burgim Leonard Dukën, kreun e klanit kriminal Duka, ndërsa shpalli të pafajshëm vllajën e tij Erlis Duka. Fatmir Hyseni, i njohur me Novkën Doqa, i akuzuar se ekzekutoi Aleksandr Manxhukun, Ultian Loga dhe Dritan Aga ju dënuan me nga 25 vite burgim secili. Për vrasjen e Malkos, më herët janë dënuar të pandehurit Bledi Teta dhe Ilir Selmani. Santiago Malco u ekzekutua në gusht të vitit 2019, pasi grupi kriminal dështoi të vriste Ervis Martinaj, që e konsideronte si kundërshtar të përbetuar. Leonard Duka dhe Ervis Martinaj u përplasën për lojrat e fatit. Katër banesa në fshatin Cernalev të Kukësit rrezikojnë të shemben nga rrëshqitja masive e dherave. Banorët thonë se kompania Hydro Albania Energy, që ka në administrim hidrocentralin e Cernalevës, nuk ka kryer drenazhimin e tokës, duke sjellë vërshimin e ujrave në zonë dhe mëtej rrëshqitjen e dherave. Punimet e kryera nga kompania Hydro Albania Energy për hidrocentralin e Cernalevës në Kukës kanë shkaktuar rrëshqitje masive të dherave, duke vënë në rrezik 4 banesa. Banorët thonë se rrëshqitja e dherave vjen si pasojë e vërshimit të ujrave nga mosdrenazhimi i tokës nga kompania, ndërsa prej javësh jetojnë me frikën se banesat mund të zënë poshtë. Ktu ka ndodhur një rrëshqitje shumë e madhe dhe ka përfshirë poshtë deri te shtëpia jonë, që ndodhet pak metra më poshtë. Kjo rrëshqitje ka ardhur si shkak i punimeve të hidrocentralit sipër, duke i vendosur tubat. Burimi ka qenë vetëm me një vend sipër. Ato, kur e kanë kalu tubat, nuk e kanë drenazhuar ujin që ta sjellin vetëm me një vend përsëri. Kam kërkuar nga të gjithë institucionet ndihmë, sepse ne na rrezikohet jeta me gjithë familja atje poshtë. Emergjenca civile të vinë këtu, të shohin, të inspektojnë
Rrëshqitja e dherave ka bllokuar edhe rrugën e fshatit, duke detyruar banorët të përdorin për qarkullim rrugën malore që lidh Borjen me Ternalevën për të shkuar më tej në qytetin e Kukësit. Kam rrëshqit dhe sipër nga faj i firmës. Nuk i kanë zbatuar ato rregulla si i kena pas kushte, do më thënë, me ba kanal sipër në xhade, drenazhimi, po të bake i rregullt, nuk do të hike ujnë thellësit e kanalit të rrëshqjas e dheu poshtë. Nga erozioni jena kanë atë në rrezik, do me thënë 4 familje të shkojmë të 4 në lumë. Do me kena sa të dush. Dhe kërkojmë pre firmës të marrë masa, që se atu i si e ka fut në rtuba poshtë. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet shtetërore, pasi prej disa javësh vijojnë të jenë të izoluar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por ju rikujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në balkanweb.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo moment. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.